Mbështetja financiare për të rinj që synojnë të punësojnë ose të hedhin hapat e parë në sipërmarrje vijon të mbetet një nga programet më të kërkuara të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive. Përmes granteve, të rinjt kanë mundësi të financojnë idetë e tyre dhe të krijojnë aktivitete të reja ekonomike. Sipas drejtorit të AKPA, Shkodër Julian Jana, gjatë vitit të kaluar në të gjithë Shqipërinë kanë përfituar rreth 200 të rinj, ndërsa qarku i Shkodrës është renditur ndër qarqet me numrin më të lartë të përfituesve, me rreth 50 të rinj të mbështetur nga ky program. Janë programe të cilat lehtësojnë integrimin e të rive punëkërkuesve të papunë në tregun e punës me mbështetjen tonë. Të rinjt aplikojnë tek e-Albania si punëkërkues të papunë. Me pas paraqiten pranë zyrave tona, ku specialistët bëjnë një vlerësim individual për secilin rast, duke vlerësuar aftësitë, kapacitetet. Dhe me pas bëhet edhe ndërhyrja sipas rastit, me anë të bizneseve, bashkëpunimi që kemi me bizneset, apo me praktikat në institucione publike. Nga programet e vetëpunësimit, për vitin e kaluar kemi 21 të ri, nga grupmosha 15 deri 29 vjeç, ndërsa në total janë 48 persona punëkërkues të papunë që kanë hapur bizneset e tyre. Ndërsa si programet e nxitjes punësimit kemi 168 të ri nga kjo grupmoshë. Edhe këtë vit pritshmërit janë që Shkodra të ruajë të njëjtin nivel përfituesish, interesi për grantet mbetet i lartë, ndërsa aplikimet po vijnë nga të gjitha bashkitë e qarkut. Në krahasim me vitin e shkuar kemi një rritje të kërkesës dhe numrit të përfituesve dhe aplikantëve që kanë aplikuar këtë vit. Shpresojmë që edhe numri i fituesve të rritet në të gjitha bashkitë, por numrin më dominant e përcakton Bashkia e Shkodrës. Monitorimi është një proces i cili është në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë periodike, fokusohet edhe me verifikimin e dokumentacionit, po ashtu shoqërohet edhe me vizita në terren. Janë programe konkrete, me mbështetje konkrete dhe janë shumë të kërkuara nga të rinjt pasi marrin një ndihmë në momentin e duhur, kur ata kanë më shumë nevojë. Projektet që paraqiten nga të rinjt lidhen kryesisht me sektorin e shërbimeve dhe turizmit, dy fusha me potencial zhvillimi në qarkun e Shkodrës. Krahas tyre po shtohen edhe aplikime që fokusohen në ide inovative dhe modele të reja biznesi. Përfaqësuesit e AKPA u bëjnë thirrje të rinjve të përfitojnë nga këto programe mbështetëse, duke theksuar se grantet janë një mundësi konkrete për të krijuar një biznes të ri, për të nxitur vetëpunësimin dhe për të kontribuar në zhvillimin ekonomik të komunitetit.